Era e natës fërshëllej me zgjetheve të blirit, duke sjell me vete erën e tokës së lagësht. Ana, një vajzë 17 vjeçare, rinte ulur në pragun e shtëpisë së vjetër të Xhaçait, duke parë ret që mbulonin hënën. Ajo e dinte se brenda, në atë shtëpi me mure të trasha guri, fshihej një sekret që e kishte përndjekur për vite. Ishte sekreti i asaj nate, kur besimi i saj u shkërmoq si qëlqi. Xhaçai i saj, i cili dikur ishte heroi i fëmijërisë së saj, buri që i sillte çokolata dhe i tregonte histori për yjet, tani ishte një hije në kujtesën e saj. Ana nuk mund të haronte zërin e tij të ulët atë natë kur e kishte thirrur në dhomën e punës me pretekstin se donte t'i tregonte një album të vjetër me fotografi. Ajo ishte vetëm 13 vjeç, plot besim dhe pa asnjë dyshim. Por në vend të albumeve, ajo gjeti duar që nuk duhet të kishin prekur kur. Një trup që u përkul mbita si një mal që donte ta shtypte. Kujtimet e saj ishin të coptuara, zhurma e ripit të orës së tij që trokiste, era e timit të duhanit në rrobat e tij dhe dhimbja. Një dhimbje që nuk ishte vetëm fizike, por një çarje e thellë në shpirt. Ishte hera e parë dhe për të, ajo dhimbje u bë muri që e ndante nga bota. Tani, 4 vjet më vonë, Ana ishte kthyer për të përballur atë mur. Por këtë herë, ajo nuk ishte vetëm. Pranë saj rinte Elona, shoqja e saj më e mirë, e cila nuk fliste shumë, por e mbante dorën fort. Dhe në xhepin e xhaketës së saj, Ana ndjente një letër. Letrën që kishte shkruar për Xhaçain, por që nuk do t'ja jepte kur. Ishte një letër pa adres, e shkruar për veten e saj, për ta liruar. A e di pse u ktheve? E pyeti Elona më në fund. Ana mori frymë thellë. Era e natës tani i dukej më e ftohtë. Sepse dua ta shoh sytë e tij, tha ajo, dhe dua t'i them me shikim se nuk më frikson më, se ai nuk është më muri im, jam unë muri im. Ajo u ngrit në këmbë, hapat e saj ishin të ngadalt ndërsa ecte nga dera e vjetër prej druri. Kur hyri brenda, shtëpia i dukej më e vogël, më e zbrazët. Xhaçai ishte ulur në karigen e tij të vjetër duke lecuar gazetë. Kur e pa, syt ju zgjeruan nga habia dhe diçka tjetër, ajo e pa qartë, një frikë e fshehtë. Ana, këmon, pse nuk më tregove se po vije? Ajo nuk u përgjigj, thjesht qëndroi aty duke e parë. Dhe për herë të parë, ajo nuk pa heroin, nuk pa përbindëshin. Ajo pa një njeri të thyer, të plakur, që jetonte me një peshë që ai nuk mund ta mbante më. Dhe Ana kuptoi se dhimbja e saj, e tmerrshme dhe e padrejtë, nuk ishte faji i saj. Nuk ishte për shkak se ajo ishte e dobët, por për shkak se ai ishte i dobët. Ajo nxori letrën nga xhepi dhe, pa thënë asnjë fjalë, e vendosi në tryezën pranë tij, e përmbysur. Më pas, u kthye dhe doli, duke lënë pas erën e blirit dhe heshtjen e një fundi. Jashtë, Elona e priste me diçka në dorë, një bizhuteri të vogël, një yll të argjend. Këtë ma dha gjyshja, i tha Elona, dhe unë po ta jap ty, për të kujtuar se edhe pas natës më të errët, yjet vazhdojnë të shkëlqejnë. Ana e mbajti yllin në dorë dhe ndjeu se muri i heshtjes, ai mur që e kishte mbajtur rob për kaq gjatë, filloi të plasaritej. Nga çarjet jo doli dhimbja, por filloi të hyj drita. Ajo nuk do ta haronte kur atë natë, por më në fund kishte filluar të shërohej. Dhe shërimi, kuptoi ajo, nuk ishte të haroje, por të mësoje të jetosh përtej murit, në liri. Ana dhe Elona ecën ngadalë larg shtëpisë së vjetër. Rrugica me kaldrëm ishte lagësht nga vesa e natës, dhe këmbanat e kishës së fshatit ranë dëmbëvjet herë, duke shënuar mesnatën. Por Ana nuk ndjeu frikë nga errësira. Përkundrazi, ajo ndjeu se errësira kishte pushuar së qeni armiku i saj. Tani, ajo ishte thjesht një pjesë e peizazhit, një sfond që e priste agjimin. Në autobusin që i kthente në qytet,
Ana u ul pranë dritares dhe vështroi pikat e shiut që rëshqisnin poshtë xhamit. Elona flinte me kokën mbështetur tek supi i saj, por Ana nuk mund të flinte. Në vend të kësaj, ajo hapi letrën e dytë që kishte shkruar. Një letër që nuk ja kishte treguar askujt. Ishte një letër për veten e saj të vogël, për atë vajzën 13 vjeçare që kishte mbetur e ngrirë në kohë. Nëse do të kisha mundësi të kthehesha pas, shkruante Ana, nuk do të thosha mos ki frikë, sepse frika ishte e natyrshme. Nuk do të thosha haroje, sepse kujtesa nuk harohet. Por do të thosha je më e fortë se dhimbja. Kjo dhimbje nuk të përcakton ty. Ajo është vetëm një kapitull në librin tënd, jo i gjithë libri. Lotët i rridhnin të qetë poshtë faqeve, por këtë herë ishin lotë çlirimi. Ajo e dinte që rruga përpara do të ishte e gjatë. Ditët kur do të zgjohej në mes të natës me djerës të ftohtë nuk ishin mbaruar. Por tani ajo kishte një armë të re, të folurit. Jo të folurit me xhaxhain, por të folurit me veten, me Elonën, me terapisten që kishte filluar të takonte në fshehtësi muaj më parë. Kur autobusi hyri në qytet, agjimi filloi të zbardhte mbi ndërtesat. Ana pa dritat portokalit të dielit që përshkonin rreth dhe kuptoi diçka thelbësore. Shërimi nuk ishte një destinacion, por një udhtim, dhe ajo ishte në atë udhtim. Në apartamentin e saj të vogël, Ana hapi dritaren dhe lëri ajrin e mëngjesit të mbush dhomën. Ajo mori ulin e argjënt që i kishte dhuruar Elona dhe e vari pranë dritares, aty ku rezet e para të dielit do ta kapnin çdo mëngjes. Nuk ishte një hajmali magjike që do të zhdukte të kaluarën, por ishte një kujtesë se edhe pas natës më të errët, drita vjen gjithmonë. Ajo mori telefonin dhe i shkroi një mesazh psikologjesë së saj. Jam gati për seancën e radhës. Këtë herë dua të flas për të ardhmen. Më pas, ulur në prag të dritares, me një filçan çaj të ngrohtë në duar, Ana filloi të shkruante në ditarin e saj. Jo për atë që kishte ndodhur, por për atë që do të ndodhte. Për udhtimin që do të bënte verën e ardhshme, për librat që donte të lexonte, për njerëzit që do të takonte, dhe për vajzën që po bëhej, një vajzë që nuk ishte më viktim, por mbijetuese. 3 muaj më vonë, Ana mbante një fjalim në shkollën e saj, në një grup mbështetjeje për të rinjt. Nuk fliste për detajet, por fliste për dhimbjen si një gjuhë universale që të gjithë e kuptonin. Dhimbja, tha ajo para 10 adoleshentëve që e dëgjonin me sy të ndezur, nuk është fundi. Është fillimi i një force që nuk e dini se e keni. Dhe më e rëndësishmja, nuk jeni vetëm. Asnjëri prej nesh nuk është vetëm. Kur fjalimi mbaroi, një vajzë e re, jo më shumë se 15 vjeç, ju afrua me lot në sy. Faleminderit, i pëshpëriti. Tani e di që mund të flaseve unë. Ana e përqafoi dhe në atë çast kuptoi se dhimbja e saj kishte marrë një kuptim të ri. Ajo nuk do ta haronte kur xhaxhain dhe nuk do ta falte kur. Por ajo mund të falte veten e saj për të qenë e pafuqishme atëherë. Dhe më e rëndësishmja, ajo mund ta përdorte atë dhimbje për të ndriçuar rrugën për të tjerët. Ndërsa dilte nga dhoma, Ana pa reflektimin e saj në dritaren e xhamit. Për herë të parë pas 4 vitesh, ajo pa një vajzë që buzëqeshte. Jo një buzëqeshje e detyruar, por një buzëqeshje e sinqertë, që vinte nga thellësia e një shpirti që kishte filluar të shërohej. Ylli i argjënt në qafën e saj shkëlqeu në dritë, dhe Ana e dinte se, më në fund, ajo ishte në shtëpi, jo në një vend, por në veten e saj.